qytetarëve që vendimet e këtyre institucioneve kontrolluese do të ekzekutohen pa pritur vendimin e gjykatës, si do t'i besojnë verbalisht që këto institucione kontrolluese që nuk e kanë bërë detyrën siç e thotë. Tani shiko, të lutem se kam shumë problem tashi që të bëhemi të gjithë jurist. Aman të keq. Se unë nuk jam jurist, ti nuk je jurist. Jo, unë di për shkak që masa e sigurimit apelohet. Të lutem edhe një herë tjetër. Se mos bëhemi gjithë jurist. Nuk është jurist, nuk është për juridik, është diçka shumë e thjeshtë, elementare. Ashtu të duket. Edhe ty dhe mua ashtu na duket, po mua kjo puna këtu më ka mësuar që nuk janë kaq elementare sa që na duken ne. Edhe sqarojeni njerëzit për atë ligjin për barazinë gjinore, për shembull se e keni bërë çorap. Ca duan bëjnë vetë çorap, ca duan të bëjnë çorap, po të paktën ju sqarojeni për shembull, se ajo është shumë e thjeshtë. Ligji për barazinë gjinore nuk ka absolutisht asgjë që lidhet me gjithë këto shqetësime dhe mëdha që janë krijuar. S'ka zero fare, ligj për barazinë gjinore. Kupton se e thjeshtë është? Po e keni bërë çorap. Kështu që po të gjithë bashkë. Kështu që në rastin konkret edhe herë që t'jemi shumë të qartë. Është eksaktësisht kështu si po ju them. Ankimimi administrativ ndaj vendimit të trupës nuk pezullon ekzekutimin e vendimeve përfundimtare të trupave inspektuese. Ky është kaq e thjeshtë. Dhe kjo nuk ka lidhje fare me atë që fol. Çfarë po thua mua? O ju jeni çuditshëm. O zotri, ndërtimi pa leje është kostoja e ndërtuesit pa leje. Ashtu. Nuk rezulton kjo. Mund të mbarojmë se s'është konversa viti 3. Keni në një pyetje tjetër? Zoti Kryeministër Beleshja Dysjene. Po. Zoti Kryeministër, ju dëgjova gjatë ditës së sotme, por edhe gjatë ditëve në vijim për shkak edhe vendimeve që keni. Nuk e dëgjuar edhe gjatë ditëve në vijim? Po, ju kam dëgjuar dhe jashtë, edhe për shkak edhe po ditëve më parë, jo ditëve në vijim. Ditëve të shkuara. Edhe do ju dëgjoni ditën në vijim. Tashmë jeni mandat të 4, me 83 mandate dhe duke që jeni të gatshëm për të shuar në fund të gjitha aksionet që ju ndërmerrni apo vendimi që ndërmerrni pavarësisht faktorëve të tjerë. Edhe propozime që keni bërë për ndryshime ligjore që ende nuk kanë hyrë në fuqi pasi duhet kalojnë në parlament fillimisht, kërkoni që pezullimi apo vendimet e gjykatës administrative mos pezullojnë vendimet. Edhe një lutem shumë, lexoni siç është se nuk është kështu siç e thua. Nuk është shkruar vendimet e gjykatës, vendimet e pezullimit të gjykatës, nuk është kështu pra tani. Lutem tani mos na jashtë. Pezullimet po të gjykatës administrative për sa i përket nuk është kështu. Jo. Ajo se çfarë tha aty dhe shkruajtur në Jo, po e shpjegova ti pra, nuk është kështu. Nuk është kundërshtim i vendimeve të gjykatës, nuk ka lidhje fare. E kupton apo jo? Nuk është kështu. Po edhe duke nisur për shkak të një vendimi që ju keni marrë mjaft të diskutueshëm në opinionin publik, për shkak të interesit të lartë publik, për zgjedhjen në Tiranë ka patur një pezullim nga ana e gjykatës kushtetuese për vendimin e Këshillit të Ministrave dhe ju nuk e respektuar duke nxituar faktën për të shpallur vakancën dhe duke drejtuar Presidentin e Republikës për të shpallur një dekret. Dhe kam një pyetje tjetër me që keni në krah edhe ministrin e Brendshme. Çfarë po ndodh me sigurinë në shkolla, pasi ditën e djeshme sërish ka patur një konflikt me thika në mes të 5 adoleshentëve ku 2 janë të plagosur, pavarësisht se tashmë oficerët e sigurisë janë vendosur, ndërkohë sërish situatat janë, duhet themi që janë të rëndë përse përket interesit publik, sidomos familjarë. Tani kjo çfarë është tash, se kuptoj. Të dash fjalën, tash ka ndonjëri për të temë, tani çana çon në 17 lugina të tjera. Jepja mikrofonin diku tjetër. Jepja diku tjetër mikrofonin se ta thash se çfarë teme kemi sot. A ka mundësi të vendosur të dërgoni çdo vendim tuaj pavarësisht vendimeve të tjera, aty institucioneve të tjera që ju mund t'ju kundërshtojnë, apo ndoshta edhe mund të hanë diskutime Jepja në qikë se qeke në ditët në vijim, jepja pak të marrë dhe pyetjen e fundit. Dhe edhe njerë, këto kanë hyrë në fuqi. Këto të gjitha kanë hyrë në fuqi, sepse janë akt normativ që hyrë në fuqi me njerë. Kupton? Ka forcën e ligjit, sepse është emergjencë.
Dhe këto kanë hyrë në fuqi, që ta dish. Kurse për pyetjet e tjera pastaj jenë në ditën në vijim, flasin në ditën në vijim. Greta Bullari, televizioni ABC News. Zoti Kryeministër, ju edhe gjatë fjalës tuaj e përmendët rastin e një zonje e cila ka rënë, po themi, pre e abuzimeve, për sa i përket banesës apo diçka tjetër që ajo ka marrë. Megjithatë, ky nuk është rasti i vetëm, pasi ka edhe të tjerë persona, qytetarë, të cilët mund të kenë marrë një banesë në cilën. Më thuaj pyetjen tani se që nuk është rasti vetëm, nuk diskutohet, se për ndryshe s'kishin bërë gjithë to. Pyetja është çfarë do të bëhet me këto qytetarë që syt i kanë nga ju dhe nga shteti për të zgjidhur këtë problematikë të cilën tashmë ato e kanë, pra është aktuale. Dgjoj tani. Kemi zgjedhur në vitin 1990 marrëdhënien kapitaliste dhe marrëdhënien kontraktuale midis palëve janë marrëdhënie që janë përgjegjësi e palëve. Dakord? Ajo që shteti bën është që në mënyrë të vazhdueshme adreson problematikat që dalin dhe bën ligje, krijon korniza të reja në mënyrë që këto problematika që shfaqen si rezultat i boshllëqeve që mund të jenë në legjislacion dhe i boshllëqeve në zbatim të huren edhe mundësisht të eliminohen. Kjo është një proces i vazhdueshëm. Se sigur të zgjidheshin gjërat të gjitha nga një qeveri, nuk do kishte bota nevojë të zgjidhte qeveri çdo 4 vjet dhe të rinovonte çdo 4 vjet mandatin e një qeverie. Është proces i pambarimit. Ty nuk ta jap fjalën. Shumë faleminderit gjithëve.